Dje në ora 10:30 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin AS, 28 vjeç, nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se rreth orës 10:20 ka sulmuar fizikisht baban e tij në punëtorin ku punonte dhe gjatë sulmit ka përdorur një sen xhami. AS është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 16:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në fshatin Bërvenic të Tetovës, gjatë punimeve ndërtimore me eskavator, personi VZ, 52 vjeç nga fshati Bërvenic, duke u kthyer me koshin e eskavatorit ka goditur automjetin e pasagjerëve Mini Cooper me targa të Tetovës, i drejtuar nga HS, 26 vjeç nga fshati Bërvenic. Njëkohësisht, lëndime trupore ka pasur pasagjeri në automjet VG, 25 vjeç nga fshati Bërvenic, të konstatuara në spitalin klinik në Tetov. Një ekip inspektues i sektorit për punë të brendshme Tetov ka kryer inspektimin në vendin e ngjarjes.